Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë këto momente të lusim së bashku liturgjinë e orëve gjërësisht mbrëmësoren. Sot është e diel, jemi në javën e 11 gjatë vitit liturgjik A, kurse psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafill blaton burimin e dritës së re të botës, Që na gim urdhëron ditën, t'ja lëshoj vendin mbrëmjes. Derdhet ka osi i zi, lutjet me lot dëgjoj. mendja e rënduar nga krimi të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjë se mendon të përjetshme vetën e lidh pas fajesh. Të trokas në zemër të qiejve, të nxjerr çmimin ja dënës. Çdo dëm i le t'i shmangemi, çdo ligësi të pastrojmë. Jep na o atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Psalmi 110, Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrinj nga Sioni. Sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krarori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi do të pendohet, ti e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhëtim ujë do të pri prej përojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdi atit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Antifona e dytë. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Psalmi 111, veprat e mëdha të Zotit. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stolia e shkëlqem është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngre për mendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti. U jep ushqim atyre që e druajnë, kur se haron beslidhjen e vet. Popullit të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit.
Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë, o Zot. Antifona e tretë. Hyj mbretëron, atij qof lavdia. Aleluja, aleluja. Kënga krahason me librin e zbulesës, kapitulli 19, rishti 1 deri në 7, dasma e qengjit. Aleluja. Shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja. Mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja. Le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdi atij. Aleluja. Aleluja. Sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyj mbretëron, atij i qof lavdia. Aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli i parë, rishti 3 deri në 5. Qof bekuar hyj, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe, në saje të ngjalljes prej së vdekurisht të Jezu Krishtit, për shpresë njësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyeshkshëm, që e ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit në saje të fesë për shërbim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Përgjigja e shkurtër. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Predikoni mbretërinë, shëroni të sëmurët, dëboni djajt, falas morët, falas edhe jepni. Kënga Virgjër së lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rishti 46 deri në 55, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me are i brorit hyjit shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenareve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Predikoni mbretërinë, shëroni të sëmurët, dëboni djajt,
falas morët, falas edhe jepni. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzuara ti lutemi Zotit, i cili botën e krijoi, ripërtriu me shëlbimin e vet dhe përcjell me dashuri. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Të lavdërojmë o Zot i madh për fuqinë tënde me të cilën e krijove gjithësinë dhe për provanin tënde që shfaqet në jetën e njerëzve. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Nëpërmjet birit tënd, princit të paqes dhe ngatnyesit mbi vdekje, lirona nga pikëllimi dhe frika. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Të gjithë atyre që e duan drejtësinë, jepu mundësinë që të bashkëpunojnë në ndërtimin e një bote të re, në paqe të vërtetë. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Ndihmo të shtypërit, liroj të burgosurit, ngushëlloj të mirët, jepë bukë të uriturve, forcoj të dobtit. Në gjithçka tregoje gatnimin e kryqit. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Birin tënd pas vdekjes dhe varrimit, mrekullisht e ringjalle në jetë dhe lavdi. Bëj që ata që vdiqën së bashku me të arrijnë në lumturi te ti. Ripërtëri o Zot veprat e dashurisë sate. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u baft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, fuqia atyre që shpresojnë në ty, vështroj lutjet tona dhe pasi pandimën tënde, likështia njerëzore s'mund të bëj asgjë. Na përtri vazhdimisht me hirin tënd, që në zbatim të urdhërimeve të tua të pëlqejnë ty me vullnet të mire me veprim. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyn.